Përshëndetje të nderuar miq, ritakohemi në episodin e 5 të podcastit Në mes jush. Sot kam të ftuar dy kandidat në qarkun e Fierit, me të cilin unë kam edhe një lidhje që ndoshta deri tani s'ua kam thënë shumë, po jam me origjinë nga andej. Ylli Skënderaj dhe Limonera Bozha. Mirë se keni ardhur në këtë podcast. Përshëndetje, Përshëndetje. faleminderit. Atëherë, po e nis me Limonerën, për mirësjellje sigurisht. Limonera, kush jeni juve për ata që doni që të arrini me mesazhin tuaj? Pra që të njohin pak më tepër, ndoshta disa elemente biografike mund t'i ndani me ne. Pari, është kënaqësi që të jem me ty Klementin sot dhe me Yllin. Shumë faleminderit për ftesën. Për ata njerëz që nuk më njohin, un jam Limonera Bozha, një vajzë e lindur dhe e rritur në qytetin e Fierit. Jam larguar nga Fieri për të mbaruar studimet e larta informatike ekonomike në Tiranë. Kam një eksperiencë prej më shumë se 12 vitesh në sektorin privat dhe atë publik. E kam nisur me mësimdhënien, pastaj jam marrë me projekte të ndryshme në fushën e teknologjisë informacionit. Mësimdhënie ku? Puna e parë fare ka qenë shkollë 9 vjeçare dhe në gjimnaz. Kështu që është një pikë që do ta diskutoj më vonë sepse kam shumë për zemër pjesën e arsimit edhe të rinjt. Më tej, siç thash, mbas shkollimit që ishte informatikë ekonomike dhe fokusi ishte pjesa e teknologjisë informacionit, kam punuar për shumë vite në këtë fushë, në projekte ndërkombëtare. Gjithashtu nuk kam lënë dhe pjesën e biznesit pa u angazhuar. Dua të theksoj që në 12 vitet e fundit kam qenë aktive dhe munduar që të jem pjesë e politikës. Prej 3 mandatesh aktualisht jam këshilltare në Bashkinë e Fierit, ku mundohem gjithmonë që Për cilën parti? kam qenë për Partinë Socialiste. Okej. Aktualisht jam ende këshilltare në Bashkinë e Fierit për Partinë Socialiste. Por vendosa të kaloj në Partinë Social-Demokrate sepse nuk ndihesha më pjesë e asaj familjes së madhe të Partisë Socialiste. Familja në Thonjza Në apo jo? Thonjza, patjetër. Okej. Ë, Çfarë ndodhi në fakt? Kuptova që nuk është më fokusi te njerëzit, nuk është më fokusi tek populli, nuk është më fokusi te përcjellja e zërave që nuk dëgjohen nëse nuk kanë një zë më të guximshëm apo më të lartë për të tequar hallet problemet e tyre. Dhe duke parë këto gjëra dhe duke patur këto ndjesi, vendosa t'i bashkohesha ekipit të Partisë Social-Demokrate. Nuk po vazhdoj të flas më shumë për eksperiencat e mia të punës. E do kemi kohë, besoj, t'i prekim. Kështu që kjo ishte gjëja e parë që do thosha për veten. Pra, unë si Limonera Bozha në fokus kam njerëzit edhe mundësinë për t'i dhënë mundësi atyre njerëzve që nuk i kanë mundësi të dëgjohen apo të bëjnë diçka më shumë për veten e tyre, dhe ti mund zëri e tyre. Prandaj vendosa që të kaloj në këtë parti, sepse këtu shoh disa cilësi dhe vlera që partisë nga ku unë vi kanë filluar i zbehen ose ndoshta edhe janë zhdukur fare, E qartë. si vlera njerëzore. Kështu Për që të ardhur keq për ta, është fat i mirë për ne, sepse kemi një person si ju që kandidon, besoj do na nderojë në qarkun e Fierit. Ylli, po juve. Faleminderit Klementin, përshëndetje Limonera. Falenderoj për të podcast, për të shpalosur dhe alternativën e kandidimit tim për subjektin politik Partia Social-Demokrate. Një përshkrim të shkurtër të vetes time. Unë jam Ylli Skënderaj, lindur dhe rritur në Fier. Një pjesë familjes time për shkak të punësimit të babait tim pranë sektorit të naftës e kam kaluar në Patos, qytetin e Patosit. Pjesën tjetër të jetës e kam kaluar në Fier. Jam i arsimuar për jurist, aktualisht ushtroj aktivitetin privat si avokat në fushën e përfaqësimit. Në lidhje me pjesën e administratës publike dhe sektorit privat, unë kam një eksperiencë prej 20 vitesh punësim. E kam filluar që nga niveli bazë deri tek rangjet më të larta të drejtimit, kur detyra më e fundit dhe më e larta ka qenë administratori i përgjithshëm i Bashkisë Fier, nën kryetar dhe administratori i përgjithshëm. Për sa i përket
pjesës së alternativës dhe bashkimit me PSD-n, vlerësoj që ky subjekt më ka tërhequr për një arsye të vetme, pasi përmban në vetvete dhe në programin e tij vlerat socialdemokrate, pra ata afrimitet me njerëzit dhe me shtresat sociale, të cilën Partia Socialiste nga marrja e qeverisë së 2013-s deri në pozicionin aktual ose periudhën aktuale të 2025 është larguar shumë nga qytetarët. Pra e vetmja alternativë që sot mund t'i ofrohet qytetarëve është Partia Socialdemokrate. Partia Socialiste, unë kam qenë pjesë e asaj strukture, kam ikur se kam parë edhe qoftë edhe na administrimi apo drejtimi ose ushtrimi i disa funksioneve të larta, kam parë që administrata nuk i shërben me qytetarëve, po i shërben vetëm pjesës materiale dhe është larguar shumë në shablonin më të keq ose më të mirë që mund të thoj populli, nuk i shërben me qytetarëve. Ka ikur shërbimi ndaj qytetarëve. Jo, Dhe unë në tërë jetën time publike vlerësoj që shërbimi ndaj qytetarëve përpos detyrës është dhe një obligim i asaj familje shqiptare që ka pasur traditë që në kohën e lashta. Faleminderit. Okej, unë mbaj mend, po e ndaj bashkë me që jemi në këtë bashkëbisedim këtu, unë mbaj mend që para disa vitesh, se siç u thash, edhe unë me origjinë andejane, Rafiri. Familja ime ka jetuar, tani nuk jeton më aty, po jeton në Tiranë, po ka jetuar pranë atij vendit ku gjendet incineratori i Fierit. Dhe unë kujtoj para disa vitesh, nuk e mbaj mend saktësisht vitin tani, që u bëshin disa protesta nga banorët e zonës, shumë prej tyre njëja, dhe që kërkonin të takonin kryetarin e bashkisë Fierit në atë kohë, Armando Subashin pra, i cili nuk i priste. Me sa duket i bënte ca deklarata që mos u shqetësoni, po pa i takuar. Ca deklarata që mos u shqetësoni, asgjë s'do ndodh, nuk do shkatërrohet ambienti, as tokat tuaja, as gjithçka që keni ty. Dhe nuk i takoi kurrë. Këtë mbaj mend unë, paktën nga pasqyrimet mediatike. Çfarë qëndrimi keni juve për këtë vepër që është bërë, pra inceneratorin e Fierit? Se mund t'ju pyes. E di që nuk është nga ato pyetje që janë thjeshta për dëm përgjigje, por ja të kemi sot këtu, jeni përpara qytetarëve të Fierit, qarkut të Fierit, të cilët disa janë prekur direkt e disa jo nga pra ky projekt. Po, patjetër. Pari nga eksperienca ime, duke qenë se kam qenë kryetar dhe përgjegjës për 13 njësitë administrative të qarkut të Fierit, administrator i përgjithshëm, vlerësoj që çështja së pari është në hetim dhe akoma s'ka mbaruar hetimi ose pasi është kthyer nga gjykata e apelit në gjykatën e shkallës parë të krimit të organizuar, gjykatën e posaçme kundra krimit të organizuar dhe korrupsionit, vlerësoj në parimet bazë që edhe juve i prekët që marrja e kontaktit të parë ose dëgjesa publike duhet të ishte zhvilluar me ata banor për të dhënë dhe efektet mjedisore që ka. Nuk është zonë e përshtatshme ajo zonë që është bërë landfill incinerator që nuk ka incinerator aktualisht, në vlerësimin tim s'ka incinerator, ka vetëm kapsulim dhe është kontaminuar tërë zona atje, një zonë që traditat ose kultivimi bujqësor ka tek pjesa e drithrave dhe ajo tokë rreth e përqark ka filluar kontaminimi pasi shkarkimet ose kapsulimi bën dhe shkarkime. Unë jam ekspert mjedisor, po të bëj një vlerësim mjedisor, atje ka kontaminim. Dëgjesa ishte parimi bazë që duhet të ishte bërë me ata banor. Pra dhe efektet mjedisore, por dhe marrja e një miratimi paraprak. O të marrin vende si Zvicra ose vendet e konsoliduara në Bashkimin Evropian, dëgjesat publike janë më të rëndësishme për sa i përket marrjes miratimit. Pra, zëri i banorëve duhet të ishte vendimarrës. Ku është e kundra që zëri një drejtuesi, qoftë edhe kryetar bashkie që ka marrë një mandat se ka për jetë, se ajo ai landfill do ekzistojë për vite atje dhe kontaminimi do vazhdojë për një periudhë të gjatë kohore, nuk ekziston. Pra, tu kemi një largim me dëgjimin e zërave të qytetarëve. Sa i përket mundësive të tjera ose alternative se s'mund të rim pa incinerator ose pa një landfill, fare mirë
zona e azotikut Fier sot nuk ekziston në pjesën e aktivitetit saj Po sigurisht. të industrisë, është një zonë e kontaminuar, pra ka një kontaminim atje. Ishte zona më e përshtatshme dhe ka një sipërfaqe më të madhe se sa. Po si ka mundësi që nuk u zgjodh ajo zonë? Kjo është një pjesë e hetimit që do ta zbulojë hetimi. Në dijenin time unë s'mund të flas para kohë. Jo, okay. Për Nëse duke dini respektuar edhe nëse dini diçka. profesionin tim të avokatit, por edhe duke qenë që në aktet që kam pasur akses shkaktet të dhënave ose funksionit tim publik, nuk mund të flas, por zona më e përshtatshme që mund të ishte për një landfill ose incenerim ishte zona e azotikut. Një zonë me kosto zero për sa i përket se Ministria e Infrastrukturës është pronare e tërë sipërfaqes toksore të saj, është një industri që një shoqëri paguhet aktualisht për ta mbajtur si zonë, pra janë shoqëritë në likuidim, paguhen disa roje vetëm për të mbajtur dhe gjenerojnë një kosto, fare mirë. Kjo kosto ishte me zero, duke kaluar asetin Bashkisë Fier për ta përdorur në këtë formë. U zgjodh një tokë bujqësore që boniteti dhe ndryshimi i saj ka ato fakte dhe prova që është aktualisht në gjykim, vlerësoj që edhe për shkak të lumit Gjanis dhe me një filtrim ose me një trajtim të ujrave të ndotura që sot po kontaminojnë tërë tokën bujqësore rreth e përqark, mund të kishte dalë një landfill më i përshtatshëm dhe në vlerësimin tim sot do ishte funksional. Sot nuk kemi një landfill funksional për shkak dhe të lajmeve që janë dhënë, ka një masivitet plerave qoftë organike po edhe plerave të tjera që derdhen në atë landfill. Administrimi akoma nuk dihet kush e ka, është krijuar një shoqëri 6 mujore na Bashkia Fier që u mbyll prapë me një vendim këshillit bashkiak. Në vlerësimin tim, një shoqëri që është në sekuestro nuk mund të merret në administrim, pasi gjeneron kosto dhe ka dhe kosto të mëparshme të përmbajtësve, por të le ta zhvillojë hetimin, ne nuk kemi prokuror dhe gjyqtar. Ne jemi njerëz që japim mendime dhe opinione, por qytetarët duhet ta dinë që ajo zonë nuk ishte përshtatshme për atë landfill. Ideja është unë po i pyes për qëndrimin politik, jo për juridik. Qëndrimi politik në raport me deklarimin tim si kandidat për deputet është që ajo zonë nuk është e përshtatshme dhe ata banor kanë gjithë të drejtat që ta kundërshtojnë qoftë edhe civilisht në raport me ndotjet mjedisore, pasi është e njëjta e drejtë e tyre për shkaktimin e pasojave të mëtejshme në shëndetin e tyre dhe në raport edhe me kultivimin e atë, pasi dëm ekonomik është në raport me kodin civil. U linde drejta që ta ngrenë si pretendim. Limonera. Kjo është një pikë, siç e tha edhe Ylli, që është e nxehtë për qytetin tonë. Dhe u bë vite që flitet, por zgjidhja nuk po merr. Ashtu siç e thash edhe në prezantimin tim të parë, që një nga arsyet se unë u largova nga Partia Socialiste dhe u bëra pjesë e Partisë Socialdemokrate është pjesa që unë kam vërejtur dhe kam ndier, sidomos vitet e fundit, që në fokus nuk janë më njerëzit, por janë individët caktuar në pushtet. Që do thotë, për çështje të tilla, siç janë incineratori, që kanë një impakt direkt në jetën e njerëzve, në shëndetin e tyre, në pjesën e ekonomisë. Dhe dim që Myzeqeja është vendi blegtoria dhe bujqësia, po është ambari i Shqipërisë, dhe duhet të ruhet, të investohet dhe të jetë në fokus kjo gjë, ndërkohë që është në fokus një grumbullim plerash dhe një pseudo projekt i cili dhe sot e kësaj dite nuk ka gjetur zgjidhje problemi i krijuar, kështu që mos të zgjatem. Në momentin që bëjmë projekte të tilla dhe në fokus nuk janë më njerëzit, shëndeti i tyre, ajo që thash, mirëqenia e tyre, por janë vetëm ca interesa shumë të ngushta të njerëzve në pushtet, unë si Limonera nuk ndihem më pjesë, nuk mund të jem, jo nuk ndihem, por nuk mund të jem më pjesë e një partie të tillë. Kështu që kjo është arsyeja pse unë kalova në Partinë Socialdemokrate dhe jam kandidate për këtë subjekt, sepse nuk mund të rri pa folur për çështje të tilla. Nëse unë kam një mandat të tretë si këshilltare në Bashkinë e Qytetit të Fierit, e kam për të çuar zërin e njerëzve dhe unë nuk mund ta pranoj dhe nuk e duroj dot si Limoner, të më kapin njerëzit dhe thonë ne të kemi zgjedhur ty aty për të çuar zërin ton, dhe unë mos të kem më mundësi të bëj gjë për ta. Kështu që në këtë moment ti bën me veten një dialog të brendshëm dhe thua,
i kam hyrë politikës për çfarë? Për të ngritur kartonat, sepse janë gjëra që janë të vendosura nga ata sipër, se duhet të mbështesin pushtetin e një personi apo 2 apo një grupi të ngushtë individësh, atëherë qen kemi kukulla, qen kemi lodra i bie. Dhe unë në karakterin tim, ndoshta ndonjëherë nuk kam për të bërë guri madh, ndoshta, se ka gjithmonë një ndoshta, por nëse ke parasysh ata gurët e vegjël që të hyjnë në këpucë, nuk të vrasin, nuk të dëmtojnë shumë, ama këmbën ta bëjnë gjak. Aq sa të mundem. Dhe unë në kandidaturën që kam hedhur pres vetëm mbështetjen e atyre njerëzve që u ka ardhur në majt hundës, që nuk po i dëgjon më njëri, po abuzojnë dhe po i dhunojnë në të gjitha format e mundshme. Dhe në momentin që ne kemi probleme të tilla dhe realizojmë në thonjza projekte të tilla që dëmi i parë më i madh është shëndeti i njerëzve, nuk mendoj se kemi zgjedhur njerëz për të na udhëhequr edhe për të na drejtuar. Kështu që në 11 maj njerëzit, populli shqiptar duhet të ulet, ta flasim me veten e tij dhe të thotë a meriton që në 11 maj të vazhdojnë të jetojnë kështu siç po jetojnë dhe mos u dëgjohet zëri. Nuk dua se do dalim nga tema, po është shumë e lidhur ose afërt me pjesën e incineratorëve. Sa skandale kemi me ushqimet e kontaminuara dhe nuk po Pafund, merr pafund. absolutisht askush asnjë lloj mase. Çfarë do të thotë kjo? Do sa njerëz duhet të vdesin, sa njerëz duhet të sëmuren. Fatkeqësisht, dhe e them me shumë ngarkesë emocionale këtë, unë kam pas njerëz të mi që kanë vuajtur nga kanceri dhe dëgjon më shumë njerëz të sëmurë me kancer sesa njerëz që i zë gripi në ditët e sotme. Tani, këto shifrat flasin vetë, do thotë që diçka nuk shkon. Nuk shkon me ndotjen që po i bëjmë këtij vendi, nuk shkon me masat që nuk po merren për ushqimet, nuk shkon me çdo gjë. Që do thotë, në 11 maj duhet ta mendojnë mirë njerëzit. Kë do votojnë dhe kë do besojnë. Kështu që E kanë të thjeshtë besoj, numri 11 apo kam jo? një besim se njerëzit e dinë thellë brenda vetes dhe uroj që atë ditë ta kenë guximin dhe ta shprehin me votë. Kështu urojmë. Dhe do punojmë që kjo të ndodhë patjetër. Normalisht është thyer frika, ne besoj në tëra takimet që kemi zhvilluar pavarësisht trysnisë apo pjesës së administratës, vlerësoj që njerëzit e kanë thyer frikën dhe pas datës 11 maj kutia e votimit do flasi për subjektin PSD që do jetë një alternativë në kuvendin dhe në parlamentin shqiptar ku besoj të gjitha nismat ligjore do jenë në funksion të qytetarëve shqiptar dhe të mirës publike. Unë uroj që secili nga ju, ose të dy, ose nuk e di domethënë, të shkojnë në parlament. Nëse shkoni, çfarë projekt ligji do ishte ai i pari që do paraqisin në parlament? E çfarë nisme ligjore do ishte ajo që mendoni ju që ka nevojë urgjente vendi? Ta nis unë. Mund ta nisë. Atëherë, siç e thash në fillim, eksperienca ime e parë e punës ka qenë mësimdhënie dhe sot është për të ardhur keq dhe shumë e trishtueshme që sidomos në zonat rurale ne shohim vetëm moshën e tretë, e nuk kam më të rinj. Dhe në kaq vite unë e kam përjetuar ndryshimin te pjesa e arsimit në momentin që u ndryshuan matura shtetërore, kalimi 9 vjeçar dhe gjimnazi me 3 vite e tjera me radhë. Ç'a konstatoj tani mbas kaq vitesh? Konstatoj që është një strategji e mirë menduar për të shpopulluar vendin ton, për të hequr rininë dhe energjinë, vitalitetin e kombit ton dhe për ta fokusuar tek ca njerëz që mosha e tretë i dim që janë lehtësisht nuk mund të them të manipulueshëm pa dashur të ofendoj ose të targetoj këtë grup, por janë të dobët Pra ju në po thoni, kuptimin, janë të varur. më lejoni ta kuptoj, ju po thoni që kjo nuk është prej padijes së bëris, se si thua që ata që kanë marrë këto vendime për arsimin për shembull, nuk është se kanë qenë Atëherë, të paditur, po kanë qenë ka pasur lloj ligjësie në këtë mes? atëherë unë po e rithem në një formë tjetër. Nëse këta do ishin kaq të paditur dhe e kanë nisur me dëshirën e mirë për ta rregulluar arsimin dhe për ta bërë më të fortë dhe më të mirë,
Në momentin që shohin që po bien numri i nxënësve, që po largohen të rinjt, që universitetet është më kollaj të blesh një diplomë sesa të bësh çdo gjë tjetër në Shqipëri, pra vlera e formimit profesional, e arsimit lartë është në nivele shumë të ulta. Ne kemi njerëz që nuk dinë të shkruajnë emrin e tyre, po aramaja në poste drejtuese dhe ka në dorë fatet e njerëzve, drejtimin e vendit. Kështu që nëse këta vërtet e kanë nisur me një plan për ta bërë më mirë, por kanë parë në një moment që shifrat dhe realiteti është ndryshe, ndoshta do të kishin marrë një vendim të dytë për ta rregulluar, do t'i bënin një kthes. Për aq kohë sa unë shoh që vazhdojnë të ndjekin të njëjtën politikë që kanë ndjekur prej disa vitesh, do të thotë që është një strategji e mirë menduar nga fillimi. Kurse u ka dalë prej duarsh situata që është krijuar. Është situatë që është krijuar me qëllim që Shqipëria të shpopullohet dhe mos të ketë më njerëz Jetë të ngrenë lehtësisht zërin. jetë lehtësisht e Atëherë menaxhueshme. menaxhohet atëherë një moshë e tretë mund ta menaxhosh shumë lehtësisht sesa një i ri i cili ka potencial, i cili ka energji dhe është i mirë shkolluar. Në fakt ne kemi siç e ka thënë edhe lideri jon Tom Doshi. Ne kemi 1 milion njerëz që janë hallexhinj në këtë vend. Ndoshta janë hallexhinj sepse ose janë në ndihmë ekonomike që është në nivele qesharake, ose sepse janë pensionistë që marrin një pension që e dim sa Gjithë është, për të nuk del ardhur për as keq. për ushqime e ilaçe, Është e vërtetë. ë ose janë të rinj, të cilët vinë vërdall dhe nuk gjejnë dot një punë, se një punë që t'ia vlej mundi, që të paguhet aq sa të paktën të jetojnë me të. E në këtë kuptim ne kemi 1 milion njerëz që janë kushte gati mbijetese, varfërie të madhe. Jo, Tani, përpara ndryshe kemi 1 milion njerëz që mund t'i menaxhojmë e pra, lehtësisht. në këtë sens, këtë Dhe po them. qeveria aktuale i shen në të lloj forme. Sekundër ju thatë, kjo është me sa duket rezultati i gjithë kësaj strategjie. Punë të bërë me shumë kujdes. Tash, nëse e ka nisur për një plan për të rritur cilësinë e arsimit dhe për të mbajtur të rinjt, dhe kemi këtë realitet, kanë pasur kaq shumë vite kohë për ta ndryshuar, për ta rregulluar, sepse gabime bëjmë. Është njerëzore, është normale, Ta bosh po, normal. është diçka që dhe mund të ndodhi, por për aq kohë sa nuk merren masa për ta ndryshuar këtë Kur situatë, do të gabimi thotë që përsëritet kaq shpesh do dhe të kaq thotë që herë, është një strategji e menduar mirë që prej fillimit. e Kështu qartë. që është për të ardhur keq, por unë dua ta përmend vdekja e atij djalit në shkollë. Dhe sot e kësaj dite nuk di që të jetë marrë në një mas. Martin Po, Cani. po. Po. Nuk di të jetë marrë në një mas për atë fëmijë. Dhe Është mbyllur, me janë sa di unë është mbyll TikToku. jo, nuk është mbyllur TikToku, në Apo asnjë jo? moment nuk ka qenë i mbyllur TikToku dhe Kjo është nuk ka masa m'duket. jo, nuk ka si të mbyllet TikToku për aq kohë sa përdoret nga drejtuesit tan për të bërë fushatën elektorale të tyre. Kështu që TikToku është një formë marketimi për drejtuesit tan që ka më shumë vlerë ajo sesa jeta e një fëmie. Dhe kjo është për të ardhur keq, kështu që për ta përmbyllur një nga projektligjet e mia të para që do sugjeroja nëse do zgjidhesha deputete dhe do përfaqësoja veçanërisht Firin, po edhe gjithë popullin e Shqipërisë, do ishte pjesa e arsimit dhe të rinjt. Nuk mund të hidhet syve duke thënë do mbyllim TikTokun apo do vendosim kamera. Nuk është kjo zgjidhja. Është problemi shumë më i thellë. Plagët janë shumë më të thella. Ne mund të kemi mbyllur ca plagë të shoqërisë, por kemi hapur ca plagë akoma dhe më të thella. Dhe kjo është e frikshme. Dhe nëse ti vret rinin dhe arsimin, praktikisht e ke vrarë vendin tënd. Dhe me sa duket, ky që nga synimi, prandaj jemi në këtë pikë që jemi. Dakord me ju që çështja e arsimit është jashtëzakonisht e rëndësishme. Unë vetë punoj në atë sektor, vazhdoj punoj ndryshe nga ju që e keni kaluar në tjetër gjë, por dhe unë e shoh ato fenomene që ju sapo përmendët, i shoh të gjitha, edhe apatinë, edhe sallat bosh, edhe aktet e dhunës, edhe mungesën e respektit për institucionet, Po, të është e cilat të vërtetë. cilat nuk mund të them që vijnë nga brezi i ri, se brezi i ri është një brez që varet se si e formson. Po e Sigurisht. mësove kështu, do bëj ashtu. Po e mësove ndryshe, do bëj ndryshe. Pra, jemi të gjithë ne përgjegjës dhe politikat që ndërmerren sigurisht me rinin dhe me sidomos politikat arsimore, po dhe kulturore, të cilat na çojnë në rezultatet si këto që kemi, që nuk na pëlqejnë,
ku ne kemi sot të rinj që duan kanë mendjen të ikin nga ky vend, për fat keq, nuk duan as të qasen politikës në shumicën e rasteve, sepse duket sikur është fjalë e keqe politika, sepse fundja, mënyra se si është bërë politik me ta deri tani ka qenë negative, pa diskutim. Por ne jemi këtu, besoj, për ta kthyer të rrjedh, për të sjell pozitivitet në politikën shqiptare, prandaj kemi hyrë edhe kësaj gare, apo jo? E unë Klementin, të më falë që të ndërpres, dua që veçanërisht prindrit e atyre adoleshentëve që për pak kalojnë në pjesën e marrjes së vendimit nëse do vazhdojnë të studiojnë në Shqipëri apo jashtë shtetit, ta prindër ta mendojnë mirë prap datën 11 maj. Nëse duan që kur të shkojnë në shtëpi të jenë vetëm me bashkëshortin apo bashkëshorten apo të kenë fëmijët e tyre ende këtu në Shqipëri. Kështu që është një thirrje tjetër që ajo 11 maj nuk është thjesht data 11 maj dhe do bëhen ato zgjedhje siç bëhen çdo 2 vite apo 4 vite për zgjedhjet e përgjithshme. Por është një vot që mund të ndryshojë të ardhmen e prindërve dhe të fëmijëve të tyre. Kështu që nëse duan të jenë familjet e bashkuara, ashtu siç janë familjet e brezit tim, ne jemi një brez, jemi rritur me familje me parime, pak a shumë në të njëjtin nivel që të gjithë. Por tani familjet janë vetëm me 2 prindër në shtëpi. Të gjithë kanë tendencë për të çuar fëmijët jashtë sepse nuk kanë siguri. Po siguria nuk jepet duke u tërhequr dhe mos shkuar në 11 maj për votuar. Duhen këta prindër, parët, të reagojnë, të tregojnë që i duan fëmijët e tyre, që ne të kemi mundësinë nesër të bëjmë diçka ndryshe për fëmijët e tyre dhe mos t'i lëmë brezat e rinj të na ikin prej duarsh dhe prej vendit tonë. Njëherë që është një vend i mrekullueshëm. Shqipëria është për mua, unë kam pasur të gjitha mundësitë iki jashtë dhe pjesa më e madhe e shoqërisë time kanë ikur jashtë, kanë krijuar familje apo kanë studiuar, punojnë jashtë. Unë jam një nga ata persona që nëse iki jashtë shtetit ditën e tretë më merr malli për të dëgjuar shqip. Kam shkuar dhe kam vizituar shumë vende të botës, por prap kënaqësia ime më e madhe është të kthehem në Shqipërinë time. Kështu që nuk dua të boshatiset dhe të ngelen ca kokra të rinj këtu, që për arsye të ndryshme kanë ngecur, nuk duhet të thuash kemi ngecur në Shqipëri. Okej, nuk e di për yllin tani, nuk po të pyes a të merr malli dëgjosh shqip sepse e di që të merr, Unë por gjithmonë duke qenë edhe në moshën jam 45 edhe unë kam lëvizur, por pjesën për largimin nga Shqipëria se kam menduar asnjëherë, pasi edhe kalamajt ose fëmijët e mi, unë jam babai me 2 fëmijë, vajza është fakultet të mjekësisë, asnjëherë se kam menduar si alternativë ikjen dhe braktisjen e vendit, pasi jo vetëm po nëse ta braktisim ne, çfarë alternative tjetër do ketë për këtë vend. qartë. Në raport Me nismën ligjore të ligjore që parë, do ndërmerrnit nëse unë do jem pjesë e Parlamentit Shqiptar mbas zgjedhjeve të 11 majit, vlerësoj që nisma e parë ligjore dhe për shkak të profesionit tim dhe atakimit çdo ditë të një drejtësie që hibride janë bërë shumë ndërhyrje të ndashtë në ligjet organike të kodeve, por edhe në pjesën e artës gjyqësore, që vlerësoj që nuk është efikase me edhe vetë për numri i madh i dosjeve në stop, në gjykatën e lartë, po edhe në gjykatën e apelit, por edhe në gjykatat e shkallës së parë, ndaj qytetarëve vlerësohet që është hallka që është e fundit dhe drejtësia normalisht pas ekzekutivit dhe pushtetit vendor dhe legislativit duhet që shqiptarët ose qytetarët shqiptar duhet të aksesojnë drejtësinë për të marrë një të drejtë të tyre, të drejtë nuk u jep mundësia ose pjesa e ligjeve dhe arta gjyqësore që është funksionale dhe mendojnë që Po mirë, është bërë çfarë nisma ligjore kryesore është ndërhyrja kryesore së pari në pjesën e ligjeve organike. Kemi mbushur institucionet ekzekutive me vendime penale me vepra penale që në vlerësimin tim, po edhe ne po aderojmë në Bashkimin Evropian. Masa shtrënguese nuk është asnjëherë masa alternative shtrënguese, arresti shtëpi ose detyrim paraqitje në policinë gjyqësore. Tëra masat në masën 80 ose 90% të statistikës së gjykatave ose prokurorive të rrethave gjyqësore janë masa të arrest me burg, pa masa shtrënguese të karakterit të fortë. Për vlerësimin tim që edhe vepra penale në raport me masë shtrënguese nuk duhet të qëndrojë. Pra duhet një ndërhyrje që mos të jetë çekiçi i prokurorit ose gjyqtarit, duhet të jetë masa, duhet të jetë në çdo rrethan, në çdo raport duhet të jetë eksakte dhe prekluzive. Pra mos të jetë që një personi për të njëjtën vepër penale i jepet një për postë rrethanave.
Pra po nëse ai s'është recitivist dhe ka të gjitha kriteret, pasi mund të ketë rrethana lehtësuese që janë mund të jetë baba me 2 fëmijë ose 3 fëmijë. Ne shkatërrojmë familje të tërë duke çuar pranë një mase shtrënguese të atill që shkatërrojnë familjen. Mhm. Pra, gjyqtari nuk do t'i lënë kjo hapësirë që ta ketë shterruese pjesën e rrethanës. Pra në çdo vepër kur janë veprat të karakterit nën 5 vite duhet të jetë një masë alternative, jo masa shtrënguese arrest me burr. Pra duhet ndërhyrje. Dhe duhet të jetë shterruese në raport dhe me prokurorin, në kërkesën e prokurorit dhe gjyqtarit. Pasi nëse Kodi Penal Kodi Procedurës Penale e parashikon masën alternative, garancinë pasurore që në statistikat e gjykatave unë nuk di që të jetë një masë e tillë të jetë dhënë për 2 vjetësh në gjykatën e Fierit, garancia pasurore për një individ, as është aplikuar ndonjëherë, pra kjo dispozitë që po ri 2 vjet çfarë shërben pastaj? Dhe në rastet e ndërhyrjes të Kodit Penal për sa i përket dënimeve alternative. Nuk mund të jetë gjyqtari apo prokurori të vendosë që ky person duhet të ketë dënimin alternativ. Nëse vepra penale është nën 5 vite burg, dënimi alternativ është për të rehabilituar personin dhe familjen e tij. Pra, të hyrë në jetën aktive dhe atë vepër për shkak të ndonjë gabimi, po edhe të një rrethane tjetër ai ka kryer atë vepër penale. Pra ju jeni për, si më thuaç, për një Unë jam për zbutjen, rehabilitim. për rehabilitimin dhe zbutjen e masave shtrënguese që po japin gjykatat. Gjykatat ja Qartë. kthyen në noteri të Okej. organit të akuzës. Okej. Pra me çfarë vjen prokurori gjykata kanë haruar emrin pafajësi. Në gjykatat sot shqiptare është haruar emri pafajësi. Në fakt, neve si socialdemokrat edhe na shkon për shtap, po themi, me qasjen tonë, me ideologjinë tonë, që të jemi më rehabilitues në raport me kriminalitetin, me kundravajtjet, me gjithë paligjshmëritë që ndodhin në një shoqëri, sesa të jemi atë larjen e sapeve ose me ato teoritë e parandalimit, pra që japim një ndëshkim shumë më të rëndë sesa akti i kryer nga personi. Ne jemi për t'u dhënë një shans të dytë njerëzve, për t'i riintegruar në shoqëri kur është e mundur dhe për, me thënë, për gjetur ato mekanizmat se si të rikthehen prapë jetës normale. Dhe kjo pra shkon komplet në linjë edhe me programin tonë që nëse e keni parë, kemi një pjesë aty pjesë e për drejtësisë edhe te pjesë e burgosurit, dhe korrupsionit dhe për burgosurit. paraburgimin dhe burgimin dhe për t'u dhënë pra një shansë atyre që kalojnë në këtë sistemin e ndëshkimit që të rikthehen në shoqëri prapë. Të rikthehen pa trauma. Kjo është edhe një Pa direktivë. trauma, Kjo është pikërisht. edhe një Të direktivë. gatshëm për t'u integruar. Kjo është edhe një direktivë evropiane. Pra qëllimi i ndëshkimit është rehabilitimi, jo vuajtja masive. Po, Ose bimësia e vuajtjes. pikërisht. Mendojmë se po zgjidhim një problem, por jemi duke krijuar një tjetër më të madh. Një problem më të madh për vetë personin që ka konsumuar veprën penale, por edhe për familjen e tij. Familjen dhe shoqërinë e tij. Pasi nuk vuan vetëm ai, po vuan dhe familje të tjera. Patjetër. Po për zotin Doshi, liderin e Partisë Socialdemokrate, çfarë mendimi keni? Nëse mund t'i bëni një lloj portreti me fjalë. Me fjalë, po. Ndërkohë që dua të flas, po mendoj shumë gjëra dhe më vijnë shumë fjalë për të thënë për zotin Doshi, por shkurtimisht do them një fjali. Jemi rritur me historinë për të kaluarën e Shqipërisë, për njerëzit e Shqipërisë me zemër të madhe, njerëz të respektit, të fjalës, të besës dhe të veprimit. Mendoja që kishin mbaruar këta burra në Shqipëri, por kur u takova me zotin Doshi, kuptova që ekzistojnë akoma, ka ende burra shteti, burra të fjalës dhe zemërgjerë që në fokus kanë si të ndihmojnë njerëzit që janë të pamundur dhe të përmirësojnë jetën e tyre dhe të kenë një impakt pozitiv, jo të shkatërrojnë apo të jenë egocentrik. Kështu që kjo është një nga arsyet që unë jam ndier si në shtëpinë time, si në familjen time dhe familja ime e re më ka dhënë shumë forcë dhe besim që Shqipëria mund të bëhet ende një vend më i mirë, për aq kohë sa ekzistojnë burra si zoti Tom Doshi. Kam besimin e plotë që do kemi ndryshime. Okej. Të mira. Unë vlerësoj tek kryetari i partisë se jam aktualisht antar dhe kandidat i Partisë Socialdemokrate, që është një njeri pragmatist, njeri që kur dëgjon qytetarin shqiptar, në çdo lloj aspekti të hallit të tij transformohet brenda
shpirtit dhe hallit të tij. Pra është pragmatist në raport me cilësitë të veçanta këto të një lideri dhe të një njeriu të zakonshëm që qytetarin e trajton si vetja e tij. Këto janë cilësi që në karakterin tim janë aktualisht, prandaj dhe bashkimi me këtë subjekt politik ka qenë ai që më ka dhënë edhe pjesën e impaktit të parë. Pra, një njeri që është pragmatist, një njeri që është i fjalës, është një lider dhe populli ose qytetarët të besojnë. Kemi parë shumë domka te partitë e tjera, njerëz që transformuar dhe çfarë kanë thënë për njëri tjetrin dhe i kanë përtypur ato cilësi ose cilësi të veçanta më bëjnë që të jem pjesë e kësaj subjekti politik, duke qenë ka një kryetar të fjalës, pragmatist dhe i vërtet në raport me qytetarinë dhe pjesën e kulturës zakonore shqiptare. Kur shkoni këtu prezantoheni njerëzve pra në fushat. Dhe i thonë, mos i thoni jam Ylli Skëndera, jam Limonera Bozha, dhe që kandidoj për Partinë Socialdemokrate, apo thoni dhe emrin e Tomës? Personalisht prezantohem jam Limonera Bozha dhe subjekti që përfaqësoj dhe kur më pyesin kush është kryetari i kësaj partisë, Se nuk e din. ka ende që nuk e din, ndoshta në fier Okej. është pak më edhe nga këto pyetjet kush është ose ndoshta është presin përgjigje nga ana ime, është një pyetje retorike ndoshta në shumicën e rasteve, i them është burr, si burrat e parë, është zoti Tom Doshi. Dhe ne presim mbështetje, i them, nga njerëz që janë akoma me vlera dhe me virtyte dhe ata që janë burra, të në mbështesin këtë që është lider për njerëzit, jo për ato që përmenda më parë për interesat ngushta. Kështu që impakti që marrim nga takimet me njerëzit është shumë pozitiv. E para një herë për ngopjen e halleve dhe problemeve që kanë gjithë këto vite nga qeveria aktuale, dhe mënyra se si shprehen janë nuk ka ardhur në majt hundës, e thënë në mënyrë popullore me situatën dhe duan patjetër që të ndryshojë diçka në Shqipëri. Dhe shoh një pozitivitet tek njerëzit kur bëj prezantimin për veten time dhe për partinë, aq më tepër për zotin Doshi, dhe thonë që ka burr prej vërteti. Është një shprehje që ndoshta duket si demode, po Jo, është këtu mënyra se si na flet dhe me kaq është mënyra bindje se si dhe flasin njerëzit, pa diskutim. realisht kudo ku shkoj ose pyetjet më të shumta i kam pasur që pse kalove aty. Dhe i Çfarë u them thua? sepse është burr prej vërteti, është burr i besës, i fjalës dhe i veprimit dhe është në politik, jo thjesht për të qenë politikan dhe për një karrige, po është në politik dhe të bën të ndjesh kur e takon që është me njerëzit për njerëzit, jo për veten e tij. Kështu që këto janë fjalët që mund të them për kryetarin e partisë tonë. Çdo takim që kam pasur Klementin, pjesën e saj jam prezantuar që jam kandidat i Partisë Socialdemokrate, më ka thënë Tom Doshi dhe Pra e di njerëzit. direkte ma ka ndërprer fjalën, më ka thënë, pra atë burr do votoj se është burr i fjalës. Ty nuk të njoh, do të provoj thaj pjesën e kandidimit. Kështu që pjesa e alternativës 6 palosur nga partia, mua më lind si detyrë nëse do jem pjesë e parlamentit shqiptar, të zbatoj programin dhe të ndjenem qytetarit ditë natë në çdo problematik, mase mund të mos t'ia zgjidhësh hallin, pasi mund të mos varet nga pjesa jote si individ, pasi mund të ketë tallka institucionale ose por ti duhet ta dëgjosh, ta referosh atje ku duhet. Pra kjo është pjesa e një shërbimi publik ndaj qytetarit. Dhe këtë vlerësoj që do ta shpalos nëse do jem pjesë e atij parlamenti dhe besoj që do jem. Dhe besoj edhe Ylli si puna ime, një nga arsyet kryesore që ne kemi kaluar në këtë subjekt është pikërisht mungesa e përcjelljes së zërit nga Partia Socialiste e njerëzve, e popullit, e njerëzve të thjeshtë për hallet që kanë. Pra nuk po dëgjojmë më zërin e tyre. Kështu që ne nuk kemi ndier më veten pjesë të asaj partie. Dhe kjo është një nga pikat e forta, që këtu janë njerëzit fokusi dhe veçanërisht njerëzit që nuk i kanë mundësitë siç kanë një pjesë e madhe. Absolutisht të gjithë njerëzit që nga ata më më vulnerablit, të drejta të barabarta, më pa mbështetje deri tek ata që në fundja fare gjërat në rregull, por që gjithsesi duan
përfaqësohen apo jo? Dikush, një miku im më thoshte para ca kohësh, që merret me politikë, studion politikën, është një lloj konsulenti politik, thoshte që problemi kryesor që kemi ne këtu sot është që mungon tërësisht përfaqësimi politik. Pra, ata që kanë pushtetin, ata që synojnë ta marrin pushtetin, pra që të jenë formojnë qeverinë me radhë, ata nuk përfaqësojnë askënd. Nuk përfaqësojnë njeri. Nuk përfaqësojnë askënd, sepse të përfaqësosh çfarë do të thotë? Do të thotë që ti e të hallin, problemin, shqetësimin, lidhje e merr marrëdhënie dhe e shpreh. me personin me qytetarët që të zgjedhin. Pra zgjedhja më nuk ka kaluar si emërim tani. Nuk është më zgjedhje, quhet emërim. Po, Pra dhe këta deputet që subjetet e mëdha i vendosin, i quajnë të emëruar dhe i quajnë vasal. absolutisht. Dhe po të rrim një moment këtu, sepse besoj është e rëndësishme që të kuptohet mirë kjo pjesë. Ne jemi me listat hapura si parti, pra si Parti Socialdemokrate ne kemi listat hapura. Sigurisht që ligji elektoral që është ai I që arnuar, është, që është i arnuar, na detyron të vendosim ca emra në listën e ashtu quajtur e mbyllur apo të sigurt. Këto janë emra që nuk është se janë realisht kandidatët tanë në fushën e betejës. Ndërkohë që kandidatët real, kandidatët nga cilët do dalin, pra deputetët e ardhshëm janë ata në listën e hapur pra. Siç janë Limonera këtu, Ylli apo të tjerë që Gjithë grupi i Në qarkun e Firit, në gjitha qarqet kemi grup të konsoliduar dhe unë i përgëzoj, pavarësisht se sot minutazhi është për ne të dy. Jemi grup i konsoliduar dhe vendimet kolegjiale apo marrja në fushat është që alternativa PSD-s do jetë faktor në. Dhe ideja është këtu që ne jemi pra një parti që i motivojmë njerëzit të punojnë. I motivojmë të punojnë për veten, punojnë për familjen e tyre, të punojnë për komunitetin më të gjerë e për vendin mbar pastaj. Por nuk u japim si thua diçka të pamerituar ose diçka duke ndëitur kot, siç për shembull ndodh me këto partitë e ashtu quajtura të mëdha që i kanë vënë ca njerëz në listë sigurt. Nuk e di, ndoshta dredhit dhe zinxhirin atje ndërkohë që të tjerët kacafyten me njëri tjetrin në listën e hapur apo jo. Te ne nuk ndodh kjo. Ne i kemi të gjithë njerëzit që kanë kontribuar, i kemi vendosur sigurisht në garë me njëri tjetrin, po i kemi vendosur edhe në një ekip të përbashkët që të kontribuojnë për të dalë në një rezultat të mirë në raport me partitë e tjera, për të arritur objektivat tanë. Fushata që po bëni juve, ku është fokusuar? Pra, po themi të paktën si grupe moshore ose demografike ose komunitetesh ose nuk e di domethënë ku jeni fokusuar. Qarku i Firit është i madh, goxha i madh, është ka 16 mandate që dalin, pra është i dyti më i madh apo jo në vend. Dhe pra si mund të bësh fushat në një qark kaq të madh? Fushata jonë është pak e veçantë. Tani mund të flas si pari, pjesën e të dy kemi eksperjenca elektorale të mëdha. Unë ndarjen e fushatës elektorale për post e kushteve se njerëzit e kanë vrarë frikën, por administrata shtetërore prapë e kemi nën kokë dhe s'duam që edhe t'i ekspozojmë në aspektin e ndonjë dëmi real që mund të ndodhi atyre, pra se ndodhin këto në pjesën e Fierit, një makineri shtetërore, gjithsesi target grupi ose pjesa e fokusit së pari, unë kam takuar njerëz të organizatës Lançit së pari. Organizata e Lançit është për pjesën e një shtrese të cilët Lançi është lufta antifashiste nacional çrimtare. Po, janë grupe që veteran po themi. Veteranëve të parët janë që kërkojnë kanë dhe është e pjesa e respektimit të simboleve kombëtare kanë kërkesa modeste që pushteti lokal janë monumentet ose për kujtimoret e dëshmorëve nuk kryen as minimale të ndrojë një flamur me një person që isha në Libofsh dhe është kryetari i Lançit për një flamur që tha unë vet simbolikisht e blej dhe vet ta ndroj pushteti lokal nuk vinte dorën për të ndruar një flamur që presupozon që ti dëron dhe simbolin kombëtar të tonë. Pra i kishte dalë edhe ngjyra e flamurit. Flamuri ishte i grisur fare. Në një fazë akoma dhe më Tu jemi në një nuk gjej dot fjalë për ta përshkruar. Minimalisht e ndroi vet, i kërkoi dhe leje për të
ndërhyrë te pjesa e monumentit atje, pasi janë rreth 13 dëshmorë, një nga ata është familjari i tij, për të ndërhyrë edhe te monumenti për të bërë pastrimin e barrave dhe është detyrë morale njëherë, pastaj detyrë funksionale e atij shërbimi publik. Së dyti target grupi tjetër është pjesa e bizneseve. Shumë biznese të Fierit sot aktualisht që edhe ne Biznesi i madh apo i vogël apo i mesëm? biznesi i mesëm dhe i vogël Mhm. është pjesa e taksave, sistemi i taksave vendor. Ç'është numri më i E lartë kemi i ngritur dhe si bizneseve? PSD, si grup PSD, kemi bërë një relacion që s'është pranuar në shkia Fier. Sot aktualisht diferenca midis taksës së biznesit, unë po marr për shembull aktivitetin tim privat si avokat, unë paguaj, e kam të regjistruar aktivitetin tim privat në Meseli në Tiranë, paguaj 7.800 lekë të reja në vit, taksë për pjesën qoftë të mbjetjeve urbane dhe taksën e sipërfaqes metrave katror. Në Fier sot rezulton rreth 38.000 lekë. Pra një diferencë me kryeqytetin, pra një njëjtë aktivitet, e njëjta sipërfaqe, e kam pasur 2 vite të para aktivitetin dhe kam transferuar vetëm për të gjë. Pra realisht pse ndodh kjo? Kemi bërë dhe analizë financiare, e kemi depozituar edhe aktiviteti që ata që paguajnë duhet paguajnë më shumë për të mbyllur poshllëqet e mospagemit të subjekteve që në thonjza mos po Realisht, bëj rolin e tusit, por profesioni ma detyron ta bëj. Në analizë financiare nuk ka. Pra ti kërkon të shtrydhësh një subjekt për të plotësuar demin ekonomik që të vjen nga strukturat e tua të paafta, vlerësoj që strukturat në Bashkinë Fier të sistemit të taksave jo duhet të shkrihen, por duhet të quhen për ndjekje penale. Mhm. Dhe Ka realisht një ka filluar evazion fiskal në të madh. dinin time realisht ka filluar edhe një hetim Mhm. raport me taksat vendore. Që është ka konsistuar në hetimin që ka bërë KLSH. Pa një fiktivitet në të ardhurat, e në pjesën që ky do paguaj dhe ky s'do paguaj, ky është selektivitet. A përdoret kjo për vota tani? Si keni parë? Pra Ë kjo përzgjedhje selektive, kush po paguan përdoret, taksa, po kush jo? përdoret, po po përdoret përdoret. sidomos pjesa e gjobave. Jo vetëm kjo, Është një po formë tëra që shërbimet publike. Për të marrë një shembull që kazante plerave që janë domosdoshmërisht se vajtën prapë te pjesa e menaxhimit të mbetjeve urbane, Mhm. ë lutem tani kemi edhe sezonin e turizmit në zonën e Darzezës. Të turizëm që Po. kemi ne, nuk kemi ndonjë turizëm lelitar të Bregdetit të Është gati e të paprekur apo zonës jo? Fiere. Është e paprekur, që do por preket që së do shpejti, preket Do preket në së të shpejt ardhmen me me projekte një vendimarrje, gjigante. ku kam qenë edhe pjesë e zjarreve të menaxhimit të zjarreve që ranë atë masiv pyjor, gjithsesi i takon tjetër kemi ardhur për të, por them për pjesën e taksave, mjetet urbane atje në bizneset që krijojnë kanë atë aktivitet disa mujor, rreth 4 muaj, 5 muaj se është sezoni. Po 3 mujore është pjesa nga maj, fundi maj deri në gusht, nuk i vendosen kosha të dedikuar për të hedhur mbetjet urbane. Por duhet të futet mik subjekti që t'i çohet një kosh, koshi i vetëm që mund të jetë është në distancë 2 kilometra. Se ai biznes do t'i derdhi mbetjet urbane me makinë private, se normalisht do ndoti ambienti. Pra një shërbim publik që i paguan taksat periodikisht nuk i vendoset koshi. Kjo është një formë keq menaxhimi, Jo po se dhe s'ka, vendasie. jo se s'do t'i vendosin koshat, por Mhm. po hyn prapë te pjesa mos bëhet tusit. Sasia Qartë. e prokurimit të kazanëve përdoren për mbetjet urbane, prokurohet, por nuk e dim se sa kazan vinë në hyrje në magazinë. Okej, Ylli. Ë, pra deri tani më keni thënë 2 target grupe. Pra ata veteranët e luftës, Biznese. të cilët kanë nevojë për një lloj politike simbolike, pra që ato simbolet e sakrificave tyre të respektohen e të nderohen sot Ato janë për tërë shqiptarët pa në diskutim. Dhe bizneset. Tjetër? Target grupi i tretë është për sa i përket bujqësisë, atë bujqësi modeste që kemi, pasi edhe ndarja e tokës ashtu siç është bërë ligji 7501 ka qenë ndarje në familje bujqësore. Mhm. Vlerësoj që në alternativat që kam bërë në takimet me shumë bujqër ose pjesë të zonave rurale që jetojnë në fshat, kanë atë sipërfaqe toke.
Alternativa ime ose pjesa e një programi në rastin konkret është bashkimi në kooperativa. Nuk do të themi kooperativa si në kohën e dikushme të Po, po. komunizmit, po kooperativat ekzistojnë edhe në Itali, në vendet e Bashkimit Evropian, edhe në Poloni, sjellin produktivitetin më të madh Më dhe të lartë. marrin dhe përfitin dhe fonde të BE-s Po, që e dim se si qartë. veprojnë me AZBR-n. E kam Pra, qartë. nëse ti ke një sipërfaqe toke të madhe dhe ty të jepet një grant për të kultivuar atë produkt që toka do, se bëhet një studim në raport me tokën dhe sipërfaqen që ke, atëherë ti ke mundësinë edhe të rritesh ekonomikisht. Këto kooperativa do jenë kooperativa me përqindje reale që çdo individ do ketë në pjesëmarrjen e saj në QKB, se do regjistrohen pra Po, qendrës kombëtare të biznesit. Mm. Dhe aty ke mundësinë që të financohesh qoftë nga bankat, qoftë nga grandet. Bankat tani nuk kanë asnjë alternativë për sa i përket përqindjeve, pasi janë shumë të larta, por grandet, Bashkimi Evropian e ka vënë fokusin, mund të marrin grande me interesa shumë të ulët ose me zero dhe duke futur mekanikën bujqësore, duke futur dhe aktivitetin produktiv duke pasur dhe një treg që do monitorohet, një treg që ne po aderojmë në Bashkimin Evropian, një treg të përbashkët, ti ke mundësinë dhe zgjerohesh të aktivitetit tënd dhe jep dhe produktin dhe s'ke nevojë fare që të shikosh si alternativë mundësinë e punësimit të shtetit si e kanë aktualisht. e kuptova. Okej. Limonera, po juve cilat keni grupe të Target. synuara, si më thënë, target? Përveç pjesës të rinjve, që është e lidhur ngushtë me pjesën e arsimit, që fola pak më parë, një pikë e dobët për mua personalisht është mosha e tretë. Fatkeqësisht mami nuk e kam dhe jam rritur nga gjyshrit, të cilët më kanë ndruar para një viti jetë të dy njëri mbas tjetrit dhe kur dal për të bërë fushat po e them, për të takuar njerëzit më shumë, se nuk është thjesht fushat, është për të takuar e njohur njerëzit, ndjej një trishtim që sidomos në zonat rurale, shikoj shtëpi që janë bosh, 1, 2, 3 dhe shkoj tek e katërta dhe shikoj 2 gjyshër vetëm ose filli kat vetëm njëri prej tyre. Thash, unë e kam pikë të dobët sepse jam rritur me gjyshër. Dhe tani nuk i kam më. Dhe më vjen shumë keq që gjyshrit shqiptar, përqindja më e madhe e gjyshërve shqiptar janë të detyruar të jetojnë vetëm dhe kur them për pjesën e moshës tretë, këtu përfshi disa problematika, pensionet, ndihma ekonomike, të ndënjur vetëm, pra është një target group që përfshin shumë probleme ose përmbledh shumë probleme të shoqërisë shqiptare dhe të aktualitetit. Kështu që një nga grupet e mia kryesore janë gjyshrit, mosha e tretë, që ta bëjnë dhe ata një ndryshim në 11 maj nëse duan të gëzojnë edhe të luajnë me fëmijët e fëmijëve, mos të jenë vetëm, po ato vite që u kanë ngelur t'i kalojnë me buzëqeshjet e niprëve dhe të mbesave, kështu që 11 maj dhe ata duhet ta mendojnë mirë, mos të përtojnë. Sado të lodhur e të pamundur mund të jenë atë ditë, duhet të ngrihen që të bëjnë diçka ndryshe, që të sillin fëmijët e tyre bashkë me nipër dhe mbesa në Shqipëri. Tash, janë disa grupe që janë shumë të ndërlidhur me njëri tjetrin dhe janë disa plagë të krijuara ndër vite. Ne kemi thënë që kemi vuajtur nga komunizmi, dhe unë kam qenë shumë e vogël atëherë. Por më duket sikur po jetoj tani komunizmin. Kështu që pjesa e moshës tretë është unë e kam pikë të dobët dhe do vazhdoj të jem e fokusuar tek ai grup përveç të rinjve. Pikë tjetër ose grup tjetër që unë jam fokusuar është pjesa e fermerëve. Duke qenë se ne jemi kandidat për qarkun e Fierit, që njihet si hambari Myzeqeja është hambar. Mhm. Dua ta vë fokusin tek pjesa e atyre që merren me blek të ri dhe me bujqësi. Tash është për të ardhur keq që ne aty rrisim luleshtrydhe dhe pafund fruta dhe perime të tjera dhe ndërkohë në tregje kur shkojmë blejmë kemi italiane, kroate, maqedonse dhe çdo gjë tjetër të mundshme përveç atyre shqiptare. Është për të ardhur keq. Domethënë me atë sipërfaqe toke që ka qarku i Fierit, është për të ardhur keq që nuk i jepet mbështetje fermerëve, prodhimit vendas, prodhimit bio dhe prodhimit vendas. Duke kapur këtë target group, praktikisht janë disa hallka ose është efekti domino. Nëse ne mbështesim ata që na sillin bukë në tryezat tona, në familjet tona, që është mendoj që janë heronjtë e vërtet të ditëve të sotme, se sjellin në tryezat tona ushqimet që praktikisht po na helmojnë me ato që po marrim nga jashtë, nuk kemi nevojë të bëjmë importe kaq të mëdha. Ka përse.
Nëse mbështesim ata, kemi mbështetur familjet tona, kemi mbështetur biznesin, kemi mbështetur pjesën e ekonomisë, kemi mbështetur familjet, kemi mbështetur shëndetin, që është më kryesori. Kështu që një target group shumë i rëndësishëm që unë po e trajtoj është pjesa e fermerëve. Normalisht dhe biznesi që është i përfshirë, se janë të lidhura, siç e Po, thash më sigurisht. parë. Mirë, një mesazh të fundit atëherë sepse koha fluturoi dhe ne nuk kemi më kohë, paktën në këtë episod. Atëherë po e mbyll pjesën dhe pastaj po ja lë fjalën Yllit. Ë Një mesazh për mund të shikoni nga kamera, mund t'i Atëherë, drejtoheni edhe mesazhi im si gjithësve. kandidate për Partinë Socialdemokrate, Limonera Bozha, për qarkun e Fierit është në 11 maj mos shkoni të hani një drekë se është ditë e diel apo të bëni një shëtitje në një qytet tjetër. Bëheni për veten tuaj, jo për mua, jo për partinë që unë përfaqësoj, po bëheni për fëmijët tuaj, për niprit përmbesat tuaja, për biznesin tuaj, për shëndetin tuaj. Në 11 maj çohuni, shkoni 30 sekonda, vendosni kryqin në vendin e duhur, që është Partia Socialdemokrate, numri 11, dhe pastaj drekoni me familjet tuaja dhe prisni ndryshimin që do jetë në 12 maj. Këto janë fjalët e mia për të gjithë ata që do e dëgjojnë dhe do e shohin këtë podcast. Ylli, Në një një mesazh mesazh të të fundit. fundit nga ana ime, në datën 11 maj 2025, ju votoni ju votoni në zgjedhjet legjislative. Unë si kandidat i subjektit politik PSD ju ftoj të më votoni si alternativa juaj. Votoni numri 11, voto Partinë Socialdemokrate, voto përfaqësimin tënd në Parlamentin Shqiptar. Në qoftë se unë nuk jam në pritshmëri të ndonjë qytetari, votoni listën Socialdemokrate pasi alternativa është aty. Ne kemi skuadrën më të mirë dhe besoj se kjo është zgjedhja më e mirë. Voto PSD, numri 11. Faleminderit. Atëherë Limonera dhe Ylli, faleminderit që morët pjesë në këtë podcast. Kënaqësia ishte jone. Unë ju uroj fushat të mbar që të dyve Faleminderit. Shumë faleminderit. dhe që të kemi një rezultat atë që duam ne, pra objektivin ton, një grup parlamentar si Parti Socialdemokrate në këto zgjedhje. Këtu përfundon ky episod i podcastit Mes Jush. Ritakohemi bashkë herën tjetër. Mirupafshim.